Mirë mbroma militantat e mi, ju dënë bo bashkë. A di pse ju du, vetë se ma bani rrafsh. Sonte në sofër nga kanë ndëru një mësafir i veçantë. Një ushtar i lirisë, një ushtar i 3 luftrave, i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe i ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medvesh dhe Bujanovc. Dhe mas lufte, një aktivist shumë i madh i lëvizjes vetëvendosje. Ma shumë ka rrotullu ky rrëtun mikut, se unë si më rrotullu në ka çmojt ku flensha. Ka shkrujt edhe parolla. Ma shumë ka shkru kush, të kjo se Halil Matoshi në Facebook, statusa. Ka shkru jo negociata, po vetëvendosje. Tash nuk di qa u bonvisht, po ndryshojnë senet. Sonte në sofër nga ka ndëru Dardan Krasniqi. Dardan, qështë kam? A je mirë? A je lodh? Pak. Shqyqër se jo kemë. Na mbroni njeve poplin, se bëllë kena hekna. Shqyqër na qëtë në salamet. Qështë je Dardan? Mirë, falë. A je lodh? Ka pak. Qështë ka lodh dhe rrugës? Mirë, shumë. A rrotullova na i sen ata shikelon? Rrotullova pak, me fjallë e pak me komunikim, po faleminderit që më ke fëtu në këtë sofrën tënde. Faleminderit për E teje. që sofra shqiptare nuk është vetë simbol i ushqimit edhe i trupit, edhe po është simbol edhe i bashkimit, edhe i traditës. Sofra dhe oda tona kanë qenë edhe simbol i besnikrisë, fjallës dhe besës, edhe mirë se gjëj e mirë se takohemi në sofrën tënde, ku sofrat edhe oda tona kanë lind burrat najt kombit, e kanë dalë projektet madh për kombin, edhe devijimi sot që ne ja bojmë sofrave odave tona, dëshmon se nuk i kemi na gjanat mirë. Dash rrotullov në të majt, dash rrotullov në të djath, dash rrit drejt. Ky deformim do të më kthy prapë të sofrat, ku jemi në të ullë edhe Më nis piktohet. me i përkujtu burrat e mëdhajt kombit, se çka kanë bën, çka kanë thonë, në një periudhë kur s'kanë pas as këtë gjuhën popullore, as zhygyma nashta Jo. e as sofrën plot që kemi sot, po i kanë qenë besnik mikit fjallës dhe besës. Edhe për përfundoj këtë me u kysh në tema tjera, shtëpia shqiptarit ka qenë e Zotit dhe e mikut. Mirë se t'ka pro Zotin, një o mirë, resh lirë se me komi disë caralukës. Faleminderit shumë. A e pi qajnë? E pi, A qesëm ka i qaj? e qesim. Këtu në herë thëshin këqër ma qeren e qëtë ma qajnë. Tash në zgjedhje po të në qër ma qeren e qëtë ma voten. A qesëm ka i qaj? Ama qesim ka i qaj, po kjo E t'ja shtrojnë mohabet. qërma qeren e qitë ma qajen, kish pas shku njonin ma lishev. Na nuk kemi si vushtria, po qaje prap në zonën të një bashkën shqiptartë. I kish pas thonë njoni, tha qitë ma i qaj si pas qere, se aja kish pasu një farqajit si limoni. Sho që nështë qere jo nuk është si limoni. Dardan, Po, të kum po ti. ama si pas qeres, qitë ma dhe pak matron. O, për gjykimit në olë që. E, qashtu. Dardan, jo edhe vetëvendosja, mas lufte e keni kritiku shumë pushtetin këtu partitë që jenë konë pushtet. Shka ra puna ta shtip e kundërshton vetëvendosje se janë pushtet. Ashtë kjo vetëvendosja për të cilën të ke punu e ke nga e kur s'jenon, a ka ndryshu dishka në vetëvendosje tash? Po, e para, në sofrën e vetëvendosjes, e vetëvendosja në sofrën tonë, ka hangër e ka pi shumë. Edhe në sofrën tonë, ku vetëvendosja në ditë më të fështira, ja ka ullë dë burrat mëdhaj. Ha, në balë të gjakit. Në balë të gjakit, Ha. me ja dhonë forcen, me ja dhonë besën e nderin, edhe menoj në një rukëtim, ku ti e shes që nuk ka besë, nderë edhe vlerë, është mirë më largu për asoj sofre. Kjo ka ndodhë me mu, Një largu për asoj sofre. unë jëmë largu për asoj sofre, se nuk pa të venë më në atë sofrë, se u mosh me dëtë që nuk janë rritë me sofrë, nuk janë rritë me fjallë e besë, po janë rritë me pabesi e
me tradhti është fjallë e ronë me thonë, po pa parime të besës e fjallës edhe venit. E din që kërë e hinë odat tona, pa kush ka mujtë me ullë kërë o gjaku. Jo, vëlle, pa ka bylbyli këto, mi ditë darene kërkur s'ka këtë zonë ullë. Tash janë ullë ata që shka thonë Astradini, janë vesh bukur e mirë, janë ullë në balë të gjakut, e në vend që me ushqy gojnë për ushqenë këtë mangon e qypit, ose jo qypit, po sakos, shu që menoj që për këto nuk jam fajtor, ndje dhimbje, po aja qka është me rëndësi me thonë për vetën teme se jam rritë shumë me sofër, kam pas rastin me i dëgju shumë burat mëdhaj në sofër, qoftë të artit e kulturës, dy, në fakt 3 miqtë e mi, cilët e kanë përbyll jetën me dignitet, edhe guri apo rasa në vorin e ty në peshën veç nder e respekt, që kanë qenë jo veç burat këngës, fjallës edhe të besës, po kanë qenë shahir, se fjalla rapsët edhe shahir dalojnë. Unë e miqtë mirë edhe shumë herë kafën e mëngjesit e kam pi me të ndjerin tash Ali Ramadani, Ali Krasnin që rapsodin, që i kujtoj me malë dhe me nderë, Mahmet Bashotën, i rapsodi malë, Isla Pqeven, miqtë mi tash gjallë, Hamza Rahman Pagarusha. Halil Bytyqi. Edhe Halil Bytyqin e kom njofte, jemi me që njifemi, po pak marall në karo mu taku, po me këta shumë e shpesh, edhe tash një ndër burat matë maj këti veni që në ndërëj shumë, edhe taman është nëse shes sofrën edhe plisin është simboli shqiptarit madh, e që ka përjetu shumë, është Bacajmer Sefa, që kam këgja me këqmu shumë edhe, ku e kujtoj të kalurën e tyne, e rukëtimin e tyne, nuk muj me u da për asoj sofre, ku ka veç fjallë, bes, respekt edhe tradit. Çdo shqiptar që del jashtë këtij trekëndshi, nuk i ka punë të mirë. Thoe u largova për sofrës dhe vendosjes. E more rrugën e mërgjimit. Sa u ka e vështirë mja këthy shpinën vendlindjes, venit për të cilën ti ke luftu. Edhe familja jote. A u ka e vështirë? Pjesa ma dhimshme shoqënisë tonë janë gurbeqartë. Edhe ma lavdishme edhe mu më qohët zemër për ata njerës. Se kanë jetu në kushtet vështira, edhe gurbeti kur ka shku të ta ka qenë shumë i vështirë. Dhe me thonë që unë nuk e kam gjitë gurbetin e vështirë. Dhe me thonë kam pas me që mi kanë qelë dyrë të për cilë t'i falenderoj shumë. Nështë ta nuk bona i tepër me ta marrë lejen me falenderu krejt komunitetin shqiptar. Edhe na i përshëndesëm, në Finland, që në burrat mëdhaj, kanë familjet të ndershme burnore edhe kanë kësod atje. Halo, qaj për zënat pijet edhe... Lafe muhabet shoqni. Lafe muhabet e ko vendojmë kështu. Dhe me thonë, kër kam shku në gurbet, e kom gjitë një farë mikpritje madhështore. Po, edhe me këtë mikpritje, edhe me ato letësime që mi kanë bo, që pa gërbeqar kanë pas, për mund gërbetja konë shumë i ranë. Edhe vazhdojnë me konë i ranë, është gur i ranë. Gërbeti është plaga ma madhe shqiptarëve për cilën unë muj me hynë se cilën dush luft, në se cilën dush sakrifis, qka dë që duhet me bo për venin e për familjen, po me bo këtu, e gërbeti për mua konë shumë i përballueshëm. Edhe është plak që peshen në ranë, edhe në fakt, kur shqiptarët në këtë fazë që cilën përkalojmë nuk e kanë maranë se tash. Pra sy se kanë kontribu shumë me po venin më mirë, kanë kontribu shumë me po një Kosovë tjetër, edhe që ka pëndodhë sët, është se shqiptarët ju që po kthehen përse gjallëm jetu në këtë ven, po mo asë për zvdekuri, edhe kjo më lëndën shumë edhe po e përdori shumë në këtë diskursin politik e qytetar, për arsye se është e ranë me uvërros në venin e huj.
kush ra për me lëshu Kosovën? Politika, qeverisja mirë, a qeverisja keqe? A vetë ke dosh me shku? Kur kush nuk e ka lëshu Kosovën vetë dhe nuk e lëshën vetë. Dhe me thonë gjithmonë janë dhe faktor. Të unë ka ndiku faktor zhgënjys në kuptimin që këtë rrugtimi jam politik, edhe tash që jam ngarë, edhe nesër mës me kanë ngarë, edhe me ty kur takohëm, mas 5 vjete, unë ka me kanë po i njëjti. Do me thonë, ne mujmë si njerës si cilët nuk bojmë pesh politike me bon gjithë shka, por kur ki një farë peshe, bon një farë përgjësie, ki dë vlera, duhet me qenëru stoik, pavarësisht që jenë trona. Pe tha me një farë mesele kështë të odave tona, tha në një pus, në një bonar që shë një popli, tha pini në uj, disa fshatarë. Ka të nartë, shkeshin mërshin uj e pishin. Tha dhe kush pike uj në atë bonar, o qmenke. Një plak i meqëm së kur ti, tha i qitë ke djemë, në qësh kullës, a i thej ke këshërni kush për në uj edhe shka për ndodhë. Tha djemë dilqin këshërshin edhe u këtheshin, tha bab, tha edhe filan shpia pite në uj. Janë i birë, tha shka ndodhë, tha edhe ta u qmene. E një dit plaki i meqëm si ti qështu, tha qunë djemë, tha qunë shkojna pina uj. Tha pse bab, a di tha si qmendëm. Tha që bab pina uj qmenëm edhe nasi me ka të nuk shtymë. Kosovës i ka orë kjo moment që ja du të me kojnë qmendën, ja nuk mund është me registru. Unë nuk e kam dërmen me qmend, e kuptoj që rrugët janë fështira, janë këgja me sfida, edhe pse rrugët janë kështu me sfida, është se shqiptarët së herë kanë pas armiku në identifikuar, edhe ka qenë Serbia, na i kena mujtë. Sët problemit e shqiptarët është se është armiku i pa identifiku. Dikush të shku, dikush thëtë, dikush aj, po përgjësi për muë, armiku tash identifikuar është politika që ka humbë rrugën e vetë, jash besës, jash fjallës dhonë, jash gjdo standardi. Me leta thamë edhe njën këtë rrugën e sofrës, e kujtej një mik të madhë, një katonarë thjesht të një fshatit Shkoz, Malishevës, i kanë thonë Milanovic, tha Dardan, tha, në 72-ën, ta shkur folëm në për vite 72-ën, din qëfar citate ka qenë, shqiptarët, pa kushte. Mjerim. Tha, o ktheva, tha, me dha një 2-3 javë pushim për ushtrije. Tha, kur shkova aty në katon, tha, pishë, tha, namin do porë puca të hi not. Tha, zamra mu qasë, s'ka pos komunikim me telefon, tha, me nova që mas ka vdik dikosh. Tha, po kur hi në i posh burrat në sofer, ullë, tha, i peshe babën migje nuk zova, tha dhe, dyqysh baba, tha, kur hina dhe nuk u gzu heq, veç kur aqu, tak, tha, birë, tha, qa ke orë, tha, më kanë qu, tha, babës një 2 javë 3, tha, me orë pushem. Ani? Tha, shko, tha, i kena do meq, që është një fshat zëjs në Prizren, shko, tha, të filan miki, tha, dina i shka tje. Qore? Tha, jem njës, kam Dardan, tha, jem këthy, tha, në Sabah, tha, qash largë? Largë, tha, edhe tha, i kom gjitë prap njët burra ullë. Tha, i tha, kur erë, ma kishë thonë një mahram, i kanë thonë mahram, përshilën, tha, pjaja babës, tha, baba, tha, veç e ka qilë. Për aj, herë paq, tha, e krytëm një pazar. Kjo e ka posat kuptimin, do me thonë, për para, e ke pos mikin, apse se ke pos gjepin. Dhe me thonë, një mytë mikit e ke do vadën, e ke bletukën, tanat. Sët gjepin e ki plët, edhe nuk mund është me bo një pazar, se s'ka as bes, as sofer, as tradit. Edhe këtë citat e kina obligime e këthy përshka këty një figurëv që i ki këtu. Po. Përshka klahutës atje, përshka këtisa buletinit këtu që uvro me djemë të vetë, e deri të një brezit tërë prej Gjergj Kasiutit Skënderbeu, e deri të Adem Jashari. Mirë, Dardan, ti kogja do shkollë e ke kry. E ke kry shkollën e shkuani as mujtë e monal dikon mëna për 10 neve dika? Këgja i fa shkollë që ke kry se pëke thonë dishka siguri, dishka? Unë mas pari kom kry akademien policore në vitin 1999 në Vushtëri. Edhe për mu ka qenë
pak e vështirë kërë më dollë si një djallë 18 vjeçar për i lufte. Ata shqydit e njerëzit ujnë qyshtë edhe policë edhe në luftë. Ka, thujnë, ka te. Që kjo o kanë edhe në polici edhe në lufta, ka edhe një farë përgjithë si policisë Malishevim, ka edhe në lufta, edhe ku jëmë plagos në luftë Macedoni, edhe i kom shëru dhe plak, pa mi dit dë njerës për arsye se ishte dami malë që bëndin atë ku. Këto janë rëfime nështë edhe për herët, por që i pi thamë, po nuk janë adens, nuk janë për modesti me thonë, se krejtë që kena pos, na e kena pos bërsh këti veni, e kena bërsh kësoj sofre. Sofra thash nuk është vetë simbol me po kështu, po në vetën gërthen, traditën, besën, fjallën, shkollën, mikin, që shqiptarët e kanë pas. Na me qëtu dalojmë. Neve Evropa nuk na pranën si Bulgarë. Na s'do të me imitu. Na i kena tradita tona që janë shumë vlefshme. Edhe na nëse do të me bashku dikon, do të me qëtu. Që të s'kem ku tjetër. Po, në shkollë kam kry, kom dosh me dhonë shamblin më të mirë të një ushtarit të UÇK-s, që po, Kosova ka djemë që i bojnë dë lufta, edhe shesin pasunin e babës vetë. Edhe shkollohen. Edhe nuk i marrin kur gjë venit vetë. E lojnë që ato. Që ato e lojnë, do me thonë, përveç na që kemi dhonë pasuni gjak, as një metër tokë, as një tjegull nuk e kanë marrë këti veni. Do me thonë, është edhe një video aty që e shetë që ushtarët e parë që kanë hinë Malishevi jemi na, qlirimin e venit Malishevi kemi bon na. Jam një djallë që kush dhe që më shenë Malishev kur uniformën e UÇK-s nuk e deshi, nuk e kom desh. Kishin pas bon presion të baba jam, Rahmet i pos shpirti, edhe i shtirë me kon, na 25 antarë të familjes, se mi kon prej ditëve të para. Kur flasë prej ditëve të para, nuk flasë prej natë e 8, po flasë prej një periudhë natë 3, natë 4. Baba po më theta, do të me përdorë strategjie me... Ati shek të atjerë që po bojnë. Me desh uniformën, thash qatë ditë që ta desh uniformën u UÇK-s e maskona, thash, unë e mos i te këto. Iki thash për Gjermani edhe, kështu ka qenë të me thonë, po këtë që e kena pos bërë, që e kena pos t'i veni, edhe mu eduku, edhe mu shkollu, edhe me bon luftën, edhe tash me ndërtu paqen, edhe krejt. po lufta jonë shlirimtare nuk përfundon natë e nëndën. Se kemi dhonë në sfidat ma të fështira. Ata që nuk janë rritë në sofër, në besë, në fjallë, nuk mujnë me në nalë. A dhe me thonë, qa, për ta shi në lodhë, në lufta në ekni, po në edhe në luftë edhe në paqë. Për arsye se alam, dëve me bon edhe paqën, nuk ditën me bon, kështu që, po vëllaj, edhe atëherë edhe tash. Mirë, Dardan, ti kryeministër Albin Kurti, qeverin vetë vendosja, Albolena Agjion, ministre Konot, Albonin atjen ke qeze vlo, Sami Kurtishin e kia tut kishtë bërtit në herë, qysh ta gjetë një vend pune? Mos ke lyp në i pozit të mëve, kyqe. Një shok më tha në Finland, tha, qysh pa gudzon qështu me dollë me folë. Që? Pa jem demokracie, Dardan. Po na, kjo demokracia, qysh ka thonë njeri me qëm, një shok e bashkëftari, se qërën jam me specifikat ndryshme. Një mulla Asipi, një hoqin dërun, Rahmet i pos shpirti, thëj ke vetën hoq, ka është demokracia, dhe demokracia është ako 2 budale mujnit meqëm. Kur, nëse po, na jena njerës të halëve dhe derteve, po ka edhe sët, edhe nesër ka me ndodhë që thashë na i ka shku ka blet, tu ka të një mëtë mikit, pa pos pare, po na jena allergji, po, me i mëd. One, muj, edhe nështë e jëmë korite na i shok, edhe i koritën, se jeta jonë me përplasi, me përbalje. Po, me sfida. Herë poshte, herë naltë, ke mujtë mu korite na i shok, me amor na i pare, mës me a këthy me ku. Po, ti shtetit tem, e levizit vetë ndosë, kur gjë nuk i kom kërku. As aty në shokëve tjerë, cilë t'ju kom shërby personalisht. Kur njetë. Dhe me thonë, ndërgjegja em është e pastër, edhe nuk mundet kush me thonë që ti që delë të po më ka lyp ven punë ose ka lyp kështu. Jo, me thonë, krejtë rëktimi jam politik
lëvizjen vetë vendosja ka me i vendos disa parime. Parazi, drejtësi, meritokraci. Aty ku nuk qyret njeri ku ly vend pune, a bën me mu, a s'bën me mu. Aty ku njeri që meritën me zotru qatë pun, mos mu pengu. Qëto tria i ka shkel se cila politikë në Kosovë e mas shumë të qeveria 51%. Mirë, a ke apliku në i vend pune? Dikosh më tha që ka apliku në 200 venet punës. Sa? Në 200 venet punës kam apliku për i vitit 2019 dhe në vitin 2023. Shjo, bre. Po, pasha zote. Unë e kështë 200 venet pune i kënë ro? Ja, si kom ro 200. I kom ro dhe venet punës, po, atë më thojnë dhe njerës kështë polici. Po jëmë kom polici por, po jëmë kom pëse kanë vlerësu që ja. Atë aty s'ma ka bas një shërbim politika. Po, kom punu një projekt ju NDP-jes, po më kanë zhjellë të hujtë. Po, edhe sëtë për të kalëzëj, se dëmë kishin komentu, më kishin thonë kishë telefonin e mire, kishë një aknit mire. She. Po, qërë gërbetit e jep tanat. Unë jam shumë i sinqert. Po, këtë e na kishë përdore. Unë ma shumë flasë me ata që më shojnë, që me ata që më dojnë. Edhe këtu jo am bërqë. Se ta shat, aj që dënë, po të respektën. Po. Ky që po të shonë, s'po të respektën t'i pa hupë ko. Me ta. Edhe kjo nuk është e drejtë. Po, pleç kanë thonë për para, i meshmi ko bërsh pa meshmit ose të pa diturit. I pasëri ko bërsh fukaras. Edhe i shnushi ko bërsh smutit. Kështu që në qëtë kontes e bëjë në këton krejt, po kjo ndodhë për shkak që shumë njerëz që janë rritë në sofër, aty ku thash është simbol i traditës, besës, fjallës, edukimit, po ma djes nga të sofrës ja. Në sofër 2-ta, 3-ta. Hitë s'ka pas, për para veçaj që ka njët e dera, edhe ka dollë burri mirë. Edhe hitë që ka ora një mund sofër, po do jenë largë. E ata që jenë largë, e që jenë shumë e vjenë keqë, pëse e thamë, jenë rritë me dëni nulla, druzhet titës, kështu, nina nona për të përkuni, druzhet tito, e me qëta ka më në shumë problem, e këta se dikin se cilin institucion. Vende kyqe, vende madhore, kuna silin. Vav, që shto rrët nga bojnë. Aton Serbia shka s'ka mujtë me botë të shqiptarët, se shqiptarët pëja bojnë argatin Serbijës. Haj me det, haj. Shikus të ndëruar, shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmi me Dardanin. Lafe muhabet, bo knaq. Këtë nëherë thëshin, këtë dhamdhomi shkon guha. Jo, këtë dhamdhomi shkon Dentline. Për dhamë të mirë, të rahatshëm, e të shëndosh, e ndoshi me kesh mirë, e shlirë që shtosione, për këtë kujdeset Dentline. Dentline e cila gjindet në Prishtinë në rrugën B. Dentline. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka të shkësh, bane breka i shpi. A që Arjani Kompani ka po shkëjke, po marëjke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtinë, e tash edhe banesa në zemër të Obiliqit, Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të mishtore Gjoshkon i gjenit gjitha produktet e mishit. A që ju, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjonit gashme. Nuk keni nevoj më lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtinë, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon, kur nuk ta len sofrën thot.
Në shtëpi teme nuk po muj me nejt ma pa përkthysh. Krejt shtëpia me gjutë huja. Djali me gjutë huj, reja me gjutë huj, mesat me gjutë huj, nipat me gjutë huj, ani edhe gruja me gjutë huj, veç unë shkreti jo me tangal. Edhe unë tash prej natit tyne kam i mësu 10 gjutë huja, se kam mësu edhe venin, edhe adresen, edhe shkollën. Shkolla e gjuhëve të huja, Renault Kurs. Te Renault Kurs, hin pas një gjutë huj, e del me 10 gjutë huja. E gjonin e Prishtin në rrugën Muharrem-Feza dhe në pikën tash më të re në Fushë Kosovë në lagjen Eliza. Renault Kurs. Gjithmonë kom pas qef në kerët mira, kerët rahatshme, kerët aman për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kerët mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kerëv të muj autocenter. Të muj autocenter, shkoni kom, e këtheni me kerë, muj autocenter. Metalbau, nishi është për prodhimin e gjitha produkte metalike. Shkata shesyni, për ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit të Metalbau. Metalbau jo se punën e vepron e monton në krejt Kosovën, por në krejt diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. Renault Muqiqi and Blaca, s'ka ma i fort. Jo mon përfundim se mjeshtri keq, ta gërdit edhe kerën. A që une, ju më ronë mjeshtër të mirë, e në servis të mirë, se zorët në barkë për jade kerit. Renault Muqiqi and Blaca, i specializuar për kere franceze. Renault, Nissan edhe Dacia, shumë letë e gjoni, në magistralen Prishtin-Mitrovic, në kilometrin e 3 në Shkabaj. Renault Muqiqi and Blaca, vazhdojmë. Gjithmonë pasullin e kum hongër ka një kokër. Atash pasullit për ja hok këtë kokrat. A e dini pse? Që tash i mëron pasull të mirë, në pasull shëndetshëm, e cili zihet me një valë. Pasulli e jona. E mas pasullit shka shkën? Shkën një qaj i mirë. Qoj e jona. Edhe mosafirët se përdin se e pi qojnë e jona. E jona brend nga Emona Center, shpo malqojnë derën. Qoj e jona nga Emona Center. E tash po shkojmë pak në Hanover, Gjermanisë. Kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë serioze. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtime. Po marojke pri jashtë dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj House Technic, e cila mirët me instalimin e rrymes, ujt edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klin. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thëjnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics po zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në Klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kere franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëm, po edhe shet kere të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtin-Mitrovic,
në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. E pas marketingut këthejmi me Dardanin. Dardan, një me a ke shtirë mja këthy shpinën vetë vendosjes e me kalu një subjekt tjetër politik në AAK. A ke menu i hera drejtje shku? Unë ku menu, do me thonë, nuk i bëj senet Kryn aty për aty. Atak. Aty për aty nuk i bëj gjanat. Onë në 2021 shumë njerëz ma kanë rru fitoren për shkak që kanë ditë të rrugtimin e madhe të pa shëq e të pa shembull që e kom bo. Ma dhe ndështë ndër pak të aktiviste e pak të levizjes vetë vendos jam që veç i kam dhonë kur si kom marrë kur gjë. Edhe kam kry punën, edhe në ato momente kur i kish pason deva pronarit vetë, tash dikosh të qysh kanë folë, po që kënë ka sefra, ato mohabetet e sofra që kanë lanë, jenë ka shkollë. Tha, ta në të halal, ta po kur ma ke qitë gomarën më mpri kur halal. Dhe me thonë edhe kur kanë qitë vetë vendosja, për shkak që kena pas nevoj për se cilin njeri, për se cilin vot, gomarë me na pri, onë e kom kry punën tem. Se kom besu në një projekt për cilat edhe sët nuk i bi pishman heq. 19 vjetë me ruktu me një shpi, edhe në fund me unë gjitë do shkallëve të partive tjera nuk janë të leta. Qështë preten në këtë shpin të ashtë tjetër? One nuk jam naj njeri që thuri lavdi edhe thuri fjallë të mira për njerës cilët nuk i kanë. është ka gja një diskutimi gjatë mes meje dhe Dautit, ka qenë, edhe jo për politikë. Jo, Absolutisht. Për të kalunën. Për folëm sofër se nuk i ka një njerës. Ja, sta shekër, kush as Dhe ta me një? thonë, po, jenë ka dhe burrat edhe tjerë që ju kom dhimë, aso ku mujtë politikisht i kom shoh. Që? Pa pas e si janol ti që shtë pak i ngutës tonë ka pak. Po nuk i kom ngutës. Me shtog ka pak i ngutës? Jo, për shabesi nuk i kena ngutës. Hani ja u thot vërtetën? Po tash... Pa tash dikuna e vërteta i dhem? Po tash a me bo. Pse egzistën e vërteta? Ja, du egzistën gjithë mund duhet të mja u thonë arsy. E vërteta egzistën. Zban mik. E kena pos në një mish babës, rahmeti pos shpirti një... Edhe burri madhe dhe i ndershëm, edhe me Vesel Pagarushën, ndjerën patriotin e madhë, babën e Nexhmije Pagarushës, abetarët e para i kanë prunë Kosovë. Ta u qëken me ngjes, në Sabah, ta dhe ishtë not të rritë fjetë. Ta dhe theke, që biro si këshurë so bora. Ishtë pasu një djali mi që e kështë pasu, po sha me bo gjësh. Që që? Ta nëse s'ki sha me bo, tha dilë, tha, jash në bërë, tha dhe piskat kuku për mu sham ka gjitë. Neve nga ka prunë politika në shumë situata me thonë kuku për mushën pas ka gjetë. Unë i përshëndes edhe jo jam mirë njës ton jetën, jo vesh dy generalve Ramushit edhe Dautit, për cilët familja jonë, baba jam e migja jam kanë hangër gjdo vetë në sofrën e tyne. Të na kam bizotruar, bizotruar një tradite fuqishme që s'ka fe, as s'ka parti që na përqanë. Këtë e kanë, s'munët më përqanë. As munët shqiptari së dënë që kë shqiptarin thojza me mështime kriju rejtje, nuk bajo rejtje. Unë i du shqiptarët. Shqiptarët janë njerëz të mirë. E vëllezërit Haradinaj, më kanë shtinë sofrën e tyne, më kanë thonë pej sodi ti e vlavi jonë. Dil, për shde ditë shona politikisht. Ama vlavi je, i joni je. Ama vlavi jonë je, edhe prej sodi ti e ndash lani, ndash kelzini. As për politik, as me u bon e me hin lisë për deputet. Kanë qenë krejt dërëthona tjera për cilë unë me shumë shok duga gjinit, e në mesin atyne me Begun edhe Mirsadin kena bo dhe rrugë bashkë. E si do mësë me Mirsad drejtë, se në atyne lavdio, qoftë jetë edhe vej, pra. Edhe Vlavi që është me burg të përjetëshëm në burgin e Maqedonisi ka pas shokë ngusht. Edhe
së ta që janë gjallë, shumë invalid, e tash veteran, Dugagjinit, i kina plakët e përbashta, ma kanë kërkua angazhimin, Rrugtimin e përbashkët, edhe, jam këmë thonë, po, edhe po... Ju ke bashku listës takes. Ka qenë kërkesë tyne kur ju kom thonë po, së më hime atë ambicje, sët po kam ambicje dhe besejt, edhe ti mund është me dhonë e koment, kështë në kritikë që... Jo, laj kritikë s'ki me pas kritikë është ato, ja bre Dardoni, unë për shtatë kom pas edhe në sofët, kom dosh me të thjë. Më nahës kalzo live, fije përpe, e këta deputeteve të vendosjes, atë përshëndeten, pili me i mesaj me thonë, të rëjmë suksese, e dalë faqe barë. Ata ka quna i mesaj në i kohë. Ka deputet shumë të vetë vendosjes që i kam me që edhe më kanë shkru, edhe kur ju më dalë jashtë më kanë thirë. Sheshe, a kanë gudzua. Edhe, po kanë gudzu se... Da shtapi zotit shpis pa hije. Kanë gudzu, edhe zotit shpis në kështë i keq, për i ka hu pak... Navigacioni, pak pja përzinë. Theke bacja dem dhe mo që ndjes pas një shqiptari malë, që keshëshnia jonë ka deshtu me zhjë dhe deputet edhe kretar edhe minister. Theke bacja ko po vinë të lakumi, ka shok të tonë, dyqysh... Qa të thuj pak pa? Pashkojnë. E për para kanë thonë teorizi, se orizi o konë lëks, ta kush vidhë ke ka pak, ose i ndryshoj ke burnin e parimin e fjallën, ta i theshin e pas kështin dore në riz. Kanë shtin këti dosti tonë dore në riz, ti shokit e bashaktivisti që kemi ruktu bashkë, e kena pas shpesh në sofrën tonë, edhe momentet kërë ka pas nevoj e kra ma të fort se me dalë Dardani, edhe Dardana me 3 lufta, me dë kuna shokve të vete, mi bo kra Albin Kurtit a konë zërë. Po, së Albini s'ka nevoj për Dardanin, e ka Dimal Bashën. Unime, që shë pritë Dimalit së bo kërë parlamentarë? Unë nuk kam kur gjokon atina, pa i gjallë, a janë shambli ma i keqi politikës shqiptare. Pse për Dardan? Po, pse për qërë, këtë lufta jonë, për shlirime, për liri, edhe pse nga ka kushtu një dreqe gjysh. Shanë vallaj. Edhe pse e kanë keq përdor. Po. A kanë për, thashun e për drejten, meritokracinë e barazit. Po a ideali nuk përfacen kur gjë. Ajo shambli ma i keq i politikës. 22 e këshin qitë ma poshtë. Dardanin, po bala që ka një vend që aty, po si 22... Ja ka nru dyshin për blokit knej. Para se me ka numër në i në amna. Po. A i mundët me ka edhe nishi, po a jamën s'ka. Edhe amnin që e ka aj, e ka amnin e keq. Na kina me hecë për kësoj dy janje. Po vallaj. Tonë vekt na pret një dit një rase madhe të vore aty ku shkojna. Edhe kanë marrë do generata, su kur na sët që i këshyrëm do kalone shë kanë bo, pleshte shë kanë bo politika, dikush ka më marru. Aja marrja nuk e vronë kur kanë. Po, kjo është ka pindodhë politikës, është shambë dhe maj keqë. Bacigani qyshe priti lojmin tanë se kalova nej. Se Bacigani këni, Albolina këni, Alboni, këtë ata një subjekt politik, ti ekstra këni, a qik. Na në fundit jena me një sofër. Ja, po. Edhe... A jardë mirë aja. Po, mirë nuk u ka ardhë, dorë në zemër, po gabim e kanë. Po thu gabim a Bacigana? Po gabim e kanë, Bacigani përpënej për politikën, se... Ja, për politikë, po flashëm na. Pak shqiptarët më dhaj ka si Bacigani, e pak njerës ka që ka najtë cukuraj korizin drejt e bolin lartë, po, rukëtimet të në politikë janë. Politikë. Jo, qërë politika, unë spajtej me këto heqë politikë, se të na kjo politika. Po, në këtë tekset, në këtë librarit e botës, e bibliotekat e botës shfletoj librat për politikën, aty mrena e gjanë vlerat më të majat njerit. Pa shamullë në shpeshe përdore, kom pas lezu filozofia politike e grekëve të vjetër, e ki aty Aristotelin që thët, një kryetar, ose një udhëheq, që vjedh ari dhe argjent, se ari e argjent ka pos atër, s'ka pos monedh, pare, që të rathën misht edhe shukt. Aj njeri nuk e meriten me votu.
ata që e votojnë, du të të mja morë drejtën e votës. Dhe më thonë, Llogrit, kur e ka thonë? Në atë kohë, kur ka thonë, e le ma tash. E tashti. Menoj që politika është vlerë. Edhe për vetë faktin që është vlerë, na jetojmë që të botën demokratike sot, për cilën përveç politikës nuk i forma tjera që të rregullon shtetin. Po politika dë njerëz devotshëm, dë njerëz me vlerë, se vetëm njerëz me vlerë e ndërtojnë vendin, e ndërtojnë, thojnë i nerunit në rën, i ki që ç'nerën. E politika është vlerë. Politika është virtyt, edhe politika është edhe sistem për cilët që kjo politikë është edhe në Amerikë, që kjo politikë është edhe Skandinavi. Ata janë njerëz, na jena njerëz. Ata ka 20, na kena 20. Pse ata pa mujnë me bon venin e vetë? A di që Finlanda edhe dimnit me -29 e përëdhët domotën e vetë. Jo, bre. Edhe kur shkën finlandezi me hinë market me ble domotën e vetë, ose patatën e vetë, e blinë 7,60 kilën e domotëve finlandeze, nuk e blinë 2 euro belgë ose holandeze. Shqit veten, se e din. Pa dili, pa dritë edhe e bërë. E na gjithë këto të mira që ne ka që zoti me nona e gra punëtore që s'ka kërkon, që se edhe në sofër, se shumë njerës tash sët për me deformu sofrën, thojnë pa sofra, o, da ka bondarë, jo. Ja, i ka bashku, i ka bashku. Jo, sofra i ka bashku edhe gratë, se edhe ka qitë Trimnesha, shot Galicën, e Nënën Teres, e Gjev Krasniqin Ladrovcin, e plët gra e burra tjerë, gjyshe janë prej nane, i ka pas 4 dje me 5 vajza. Krejt i ka shkollu në vitet 60. Me një që kesh në dorë. Me një që kesh në dorë. Në lisë sa numër kje se t'ju kalëzija t'ju në shpe fëmive. A mu t'i kalëzija të rritë fëmive? Jo, ta të fëminu në të ma i kam. Ani mija. Jo, ata 20 ma i vogli për vjetë. Ani mga. Une, kjo numër që tash, na para se me ka numër... A ke li vetë numër na të kanë caktu, se dikush kesh qef edhe vetë bizgjia. Kam qefën e me ka i rral, po. Po, dikush kesh qef, ja pa qitë numër si 10 pare, 20, shka ishin dashe pa të ishin? Pa janë që ashtë... Numëri sa kur gjonë, ma janë si gjonë ku i e kësi e. Kush do me gjithë gjonë. Vallohet gjonë. Kanë thonë kush do mjek mirë gjonë, kush do njerit mirë gjonë, kush do mik të mirë gjonë. Numrat, jo që nuk janë të rëndësishëm. Po emni është e rëndësishëm. Pa qaja dhe emni, ti numin badi hoa, ku ta kish emnin, o kry. Se puna parë kur të lejnë njeri, fëmija i gjitët emni. Po. Kërë që emni em është Dardan. Krasniqin bi emnin. Krasniqin bi emnin, numri s'ka rëndësi, po numri për zhjedhë është 78, vete kom zhjedhë. Nuk kom dasht, jo më hi pa kusht të gjdo herë, së kur të ti që morë të pa asni kusht. Pasha njerëzit s'kanë besu, po ne jom shku në debate politike dhe shumë njerëz kanë thonë qysh nuk e pagu. Qyshe? Kur s'kom pranu, kom pas oferta me u pagu. Edhe tash kur e marrë dhe kur e më kanë atje, nuk kom pranu, ka bon vaki, e kom lollet njëftimin edhe mas 2 jave e kom marrë, mja qitë kjerit dhe tërë naft hova, bërë me shku në debate publike e politike, e s'kom pranu më karierë. Tonë për thamë publikisht në sofrën tone, prej Ermal Pandurit, e prej televizionit të shtat, e prej Kushtem Sadikot, e prej Naim Sadikot, e pyt një kërejt, të me thonë, ma dje, ata më kanë njeru fort, i kam miq ma të mirë, po as në i kafe me kurse e kom pi. Analiste, one, që të që. Qaje së gjokim. Unë e bona me qef edhe është deri madhë në sofrën tonë me konë. Hajgare pak. Po, kjo qeshja e analistit, edhe deputetit, e ministrit të devalvu. Po thua, s'kaj shmerisht. S'kaj shmerisht. Unë e kur ke kërkesa me hin list, u trishtova, se unë e pozitin e deputetit e menoj një vlerë të madhe, tash kërë menoj u këshin hotin, kërë menoj
Adem Demanqin, e me shku të lifar palaqën në Kovent, edhe për shëta ja kena hullë vlerën pozites. Dhe me thonë, është fjole modhe deputet. Deputet Hasan Prishtina, deputet Avni Rostemi, ka Pekshiri Avqezin, politike, kontributin e tyne, që ka dhonë për venin, edhe ka Pekshiri tyne tjerve, qërë është, one demokracia du të mi dërtu dë vlera. është e drejtë se cilit me doli me omat në garë. Po do të me po për pak vetën kër ki venin, ta ke po kër shkujnë ana me najtë pone, me najtë kërë shnesh, a ke po që i respektujnë adë burra me doli për para. Prina te pak, edhe mos o vanëshëm, shneshja kryqë të tjerë të prit jashtë. Dë farani. Mas i lofit e parlamenti, zgjedhësh deputet. A ki me ngrit dorën me votu qeverin Kurtit 3? Nëse të lypet vota. Dardoni, çdo qeveri e votën e cila punën për të mirën. Për kjo qërë për të mirën, po çdo qeveri që punën në amanetin e gjakon derë dhe dëshmorëve të kombit. Që sa më ke pelqy këto, a peshe? Peshkelim ka pak. Asë një qeveri nuk e merë miratimin tem, pa i po desenën letër edhe pa o zotu. Onë edhe zotit Radina i kom thonë kështu, thash po bre, thash po, e pora, atë prish, ti tha qysh je, njët përdeshme. Po, thash po, ti bre, bon është nesër kryeministër e orojt bonët, edhe Kosova ka nevoj që sot Ramush Haradinaj me kon kryeministër. Qitë periodë ku jemi. Absolutisht ka nevoj edhe Kosova nerën më të madhe ja ban. Po, i kom thonë që unë ta pa mundësoj në të venën ko vend ti me bon shka dush. Sheshe. Edhe pësë jam partitone tash, nuk i më silë që shdush ti. Absolutisht jo. Kur thu, du të më mësun shoqënijën tonë, fjalla adhanë me mbajt. Kur thu po, kur thu jo. Prej burrave të maj kanë dollë të fjallë. Për shambull plesh për para kanë thonë, poja më asere ju jaqare. Po, vallaj. Ja ke lyp dikona me ta kry një punë, ka thonë, po, s'ta ka kryt ka lo më asere. Ka thonë, jo, t'ka bo qare, se dollë ke lyp qare tjetër kënë. Nuk mund është ti me thonë, pe bojmë rrugën 500 euro dhe milion njerëzit më asere, po thunë nuk e baj, edhe njerëzit planifikujnë jetën e vetë që ka me bo. Po ne që të na du të më dhonë fjolla edhe për këtë arsye e kërkoj besimin, me kriju modelin e një deputetit që edhe nëse qytetarët nuk të hedhin ka shplera, se po më thujnë shumë më se thuj. One më bo shambull më dole me më hedh ka shplera, me thonë, one sët nuk jam deputet që ko mojt fjallën. Që jam para juve, bani që dëni. Pa e bo qëtë standart, nuk muj me ecë për para. Sët shumë kapingjikat shpive e shumë dyrë të borëve janë mbyllë prej mërgimi. Sët në shumë shpija kanë dollë therat. Ha, e kanë bulu krejtë të borë. Sët shumë pjesë ku janë varët tona i kanë mëllu therat e bërlogi. Për arsye se fshatrat tëra janë zbraz, vish për shkak që saj keq politikës. Jo për shkak politikës, se politika në vete... Keq politikës. Edhe, unë kom ledzu që shtu libra, im kom marak me ledzu e me shpletue, e aja që më ka pas bon për shtypje shumë të madhe, thesha e marzët i sholla nuk vim këtë farë pune, o ka një farë burri madhë, kërate kanë vra serb, bud baka vra në 78-ën, e kështë pason një fjoll të meqme. Pa im duket për neve shqiptarët e kështë pason, jo për kërate. Thetë kër shliromi, thetë nga robria serbe, do të shini thetë se si do të vjedhin këta tanët. Mas hanej, O, mas si të kryhe. thetë ndërshej, kuj thetë nga kanë vjedhin, nga kanë plaçkit. Armisht. Po, ma kje që ajen këtë vjedhin këta tanët dhe pasurien tonë do t'ja fshesin rrotave të samës. E na që i bojnë a zhurëm, do me thonë, na që i thujna më zvedhni, dhe do të vërsullën dajnesh së ko shpenzët grabiqarë. Atërë dhe të pytja ma e pasgjithshme është zëtë si do të shpetojnë për njerëzve tonë. O, shfaq,
farthonje e mirë, taman shqipër shtatët realitetit. Tash kjo është realiteti, po kjo vend nuk është zërë me u bo, nuk do të me hup shpresën. Unë po takoj shumë burrat mirë të ndershëm gjitha në Kosovës, shumë vajza ndershme që janë zoja me udhëhejt shtetin, kjo na jep shpresë. Isha për një 2 dite mi po dëshok luftës me kërkesë tyne në Stubull e Letnic, e në vitit Kosovës, a Nejka Karadokë, edhe ati që mboni për shtypje e madhe. Ha, Dardan? Posh shokët me të luftës, që si kanë pjesë të trupit, që shteti ka lanë harres. Onash. Jo, onash, pas onash, heq. Jo, bre, hiq, ha? Heq, si ka shtin të eftir, heq. Edhe ishin kishin grumullu një fond këtë gjatë madhë, edhe në double day, në një moj atje, ishin organizu me bo një park për që kënë me qitë dreqimin e me i vendos shenjat e artë të QK-s. Dhe me thonë logarit, Ka. çfarë sakrifice bojnë edhe me çfarë vullneti. Pra, ta shqiptarë... Zemrën e madhe. Mu që ta m'japin motiv, unë kraj që ty në ka me kon, Bravo, edhe mu du të me madhon dikush një kra. Krohi për kra. Kraj për kra, kështu hitësën për para, se në ryshe nuk ka një model Ty tjetër. të urojmë suksese. Punë të bari, shalat shojmë parlament, ama me ngritë zonë që shpe ngrejt edhe që të të. Ama, Mja u thonë, a di pse më pelqen si ja u thonë është si të mirën, si të keqen, ty të rrit njera, faleminderit shumë për teje. Unë këtë punë, se kam ish problem, e tham me përgjësit më të lartë, në atë betimin për cilën e komoj, se kër u kry luftën 99-ën, na e vazhdum, edhe atje, na uvron shok atje, veç për minec, jo që kena bo në punë të madhe, po minec statik pak të në qati farë betimi. Që që po fjallën e dhonë, e ki në sofrën tone, nësët të najnë qizën, këtu edhe unë e jam pengësët, fjallën e kom shni bërsh. Ha, përshe? Edhe nëse se mojë Pa qes fjallën, ka pak. jo ka pak, shumë. Ku? Jo pak, po shumë. Shumë dhëtë me qitë. Ti edhe prej luftës, je që për sofrë e shku në luft, Po, tash edhe për sofrës ki me shku në parlament. I shkom, po besoj që ka me shku, është e vështirë, po nuk është e pakalushme, është një sfidë edhe për shokëve që kom bashkan gjitë, që me zgjedhjen teme si deputet krijohet edhe një farfryme tjetër, edhe një përfaqësim, dhe besoni që Kosova, pa modesti për dhamë Kosova, ka nevoj për qëtëzon, ka nevoj me mboj dhe vlera, ta shqyre se fjole për nëzirë fjallën që kanë thonë pleshë sofër, na ditën më të madhe, na shqiptarët e kina 28 nëntore. Një brez të madhë prej Gjesh Kastriotit e dita dhe Jashari. Festa ma e lavdishme e sakrificës tonë. Nder e respekt për si cilin qytetarë që i ka dhonë këti veni. Po na i kena 364 ditë tjera në kalendarin tonë, kena edhe festa tjera. Veç ku pëngjojnë ky shteti jo në ditën e 28 nëntorit, që Zoja Delina Ismailit edhe mja do 20 mjerë, edhe me shpallë ditën e 28, për mosh përdhunosje e vlerave, e dhe veteranin invalid që s'kanë kame, s'kanë mujtë me kriju për shkak plagëve që i kanë trup familje, me harru. Dardhoni që të vlerëra kom i mbrojtë fort. Të lumët. Edhe kom e konë znoj tyne, sët familjet e dëshmorve, fëmija dëshmorve, e kanë një vlla, e kanë posë gjithë, kanë me më posë gjithë, nanët e dëshmorve kanë një djallë, që na edhe kur t'i përkujtojmë nanët e dëshmorve, edhe kur t'i thurëm lavdi, edhe kur t'i kujtojmë, do të me pas kujdes. Se jo që se Zoti nuk qënë sa në të këshia, po kof larkë për këty, jetë që tojnë plesh dreqe me menuna i sanë për to. Dardan, faleminderit shumë. Na ke nderu në sofër, ndalë shfaqe bardhë, suksese e ngrit një zonin që na bërë për para neve si popët, se valla ka gjamra pa vejnë amit. Me besim në besë e fjallë të dhanë në zëtë, që kanë dollë periodave sofraftuna, nëse hinjë aty, ki me po vetë, qëfar zëni fuqishëm ko me qenë,
për se cilin qytetar. Shikus të ndëruar, ishte me neve ushtari i Liris, tash deputeti i arshëm i Parlamentit Republikës Kosovës, zotri Dardan Krasniqi. Mirë mbeqi e shimi javën arshme me musafirin e radhës.